Pas reagimet e 2 deputetëve të Partisë Socialiste këto ditë dhe në fakt më erdhi mirë që pas 4 palë zgjedhjesh e pas kanë kuptuar që me këtë sistem dhe kod zgjedhor bastard gara qenka e pabarabartë. I pari reagoi zoti Gjiknuri dhe i dyti zoti Braça. Të nderuar deputet Gjiknuri dhe Braça, e pabarabartë ka qenë kjo garë me këtë kod zgjedhor nga viti 2009, 2013, 2017, 2021, por ju nuk e keni kuptuar e as u ka ndjerë për garë sepse keni qenë të mbyllur edhe në vendet e para si pasagerët e autobusit Kuçit në Vlorë. Sot në 2025 kur dolët në garë, kuptuat se me këtë ligj që ke hartuar, mbrojtur e votuar ti Damian dhe ke votuar ti Erion, gara qenka e pabarabartë. Po unë dhe të tjerë si unë që e kanë vuajtur këtë garë monster në 2009, 2013, 2021, çfarë duhet të them kur shoh e dëgjoj reagimet tuaja sot pas pilafit? Pse e votuat këtë paçavure kod zgjedhor më 30 korrik 2024 duke mashtruar shqiptarët se gjoja e kishte detyrim nga gjykata kushtetuese, gjë që në fakt nuk është fare e vërtet? Po tua kishte thënë Rama qysh në korrik që ju dhe shumë të tjerë si ju do të ishin në listën e hapur pra në këtë garë të pabarabartë, a do ta votonin këtë kod qelpsir që është si vend strehim për bëfecët dhe palaçot e politikës? Në politik morali është që të mbash qëndrim parimor, jo vetëm kur të djeg menderja jote, por gjithsesi më mirë vonë se sa kurrë. Një miku im nga Skrapari thotë që Skraparlind ka një shprehje të urtë, nuk të dhemb shkopi në bëth tjetrit. Prandaj nëse fitoni mandatin e deputetit me këtë garë të pabarabartë që e kuptuat pas 20 vitesh ju Damian dhe Erion dhe unë ju uroj të fitoni, duhet të loboni fort për të prishur këtë pazar të ndyrë dhe gjellë qënsh, që gara tjetë e barabartë dhe listat jenë 100% të hapura që qytetari të zgjedh deputetin dhe të mos ketë më kurrë në parlament vëmje, kërminje butak që fshihen si qenë të pshurrur në për listat e mbyllura. Nëse prishet ky kod zgjedhor fundërin, nuk do të kemi më as qarje as sharje, as qurravitje as lëpirje ndaj kryetarëve të partive dhe as përçarje, qef ngelje apo deklarata bombastike ditën që shkojnë listat në KQZ. I nderuar Damian, karma is a bitch. Shqiptarët thonë që çdo gjë që bën në këtë jetë e bën për vete, edhe kur mendon se e hedh në det, të vjen me kripën në pjatë. Tani hani ato që keni gatuar të gjithë si elitë dhe vipat PS-s në listën e mbyllur janë kukuvajkat dhe buburrecat që ka pikturuar kreu i organizatës në muret e zyrës së tij.